4.500 vjet. Kaq kohë qëndrojnë në heshtje mbjellore në shkëndetyrës 2,5 milion bloqe guri, secili i rënd sa disa makina, të ngritura me një saktësi që na lë pa fjalë dhe sot. Si u ndërtuan, pse u ndërtuan, dhe çfarë fshehin ende brenda mureve të tyre? Kjo është historia e ndërtesave më misterioze që ka njohur njerëzimi. Piramida e madhe e Gizës qëndron si dëshmitarja e fundit e 7 mrekullive të botës antike. Për gati 4.000 vjet, ajo ishte ndërtesa më e lartë e krijuar ndonjëherë nga dora e njeriut, 146 metra lartësi. Studiuesit besojnë se u ndërtua rreth vitit 2560 para erës sonë, gjatë sundimit të faraonit Keops. Baza e saj është aq e niveluar sa që ndryshimi mes anëve është vetëm pak centimetra. Anët janë drejtuar pothuajse përsosmërisht drejt 4 pikave kryesore të busullës. Si arritën ta bënin këtë pa instrumentet që kemi sot? Kjo mbetet një nga pyetjet më të mëdha të arkeologjisë. Mendoni për një moment madhështinë e detyrës. Disa nga bloqet brenda piramidës peshojnë mbi 80 tonë. Ato u nxorën nga gurore qindra kilometra larg dhe u transportuan përmes lumit Nil. Sipas teorive shkencore, egjiptianët përdorën rampa të gjata prej balte, lecke të lagura për të rrëshqitur gurët dhe mira punëtor të organizuar me një disiplinë mahnitëse. Zbulime të reja kanë gjetur dëshmi të kampeve ku jetonin këta punëtor, jo sklever siç besohej dikur, por mjeshtër të paguar dhe të ushqyer mirë. Po shumë pyetje mbeten të hapura. Mjetet e gjetura duken shumë të thjeshta për një vepër kaq të përsosur, dhe pikërisht këtu lind misteri. Brenda piramidës, korridore të ngushta të çojnë drejt dhomave të errta, dhoma e mbretit, dhoma e mbretëreshës dhe një galeri madhështore me tavan të lartë e gdhendur me një saktësi që ende i habit inxhinierët. Në vitin 2017, shkencëtarët përdorën grimca kozmike për të parë brenda gurit pa e prekur. Ata zbuluan një hapësirë të madhe, të fshehur që askush nuk e kishte parë për mijëra vjet. Çfarë kishte brenda? Pse u ndërtuan? Askush nuk e di me siguri. Studimet sugjerojnë se mund të jenë thjesht dhoma strukturore, por imagjinata jonë kërkon diçka më shumë. Piramidat nuk ishin thjesht varre. Ato ishin një mesazh drejtuar përjetësisë, një përpjekje e njeriut për të kapërcyer kohën dhe vdekjen. Qytetërimi që i ndërtoi u zhduk shumë shekuj më parë. Gjuha e tyre u harrua, perandoria u shem, por gurët mbetën. Sot ne i shohim ashtu siç i panë sytë e njerëzve 4.000 vjet më parë. Ato na kujtojnë diçka të thellë, sa të vegjël jemi përballë kohës, dhe sa të mëdha mund të jenë veprat e duarve njerëzore kur udhhiqen nga vizioni dhe besimi. Ndoshta nuk do t'i zbulojmë kurrë të gjitha të fshetat e piramidave. Ndoshta disa pyetje janë krijuar për të mbetur pa përgjigje, por kjo është bukuria e tyre. Sa herë që ndrojmë para tyre, ne nuk shohim vetëm gur të vjetër, ne shohim ambicien, mendjen dhe shpirtin e njeriut që kërkon të lërë gjurmë në botë, dhe ndoshta kjo është mrekullia e vërtetë.